Melinda Ademi në prag të një fillimi të ri. Reperja e njohur shqiptare Melinda Ademi është sërish në qendër të dritës mediatike. Por këtë herë jo për ndonjë projekt muzikor, as për ndonjë paraqitje skenike që ndez rrjetet, por për një detaj që ka zgjuar kurreshtjen e publikut dhe ndjekësve të saj besnik. Prej disa javësh, emri i Melindës është përmendur shpesh pas lajmit të bukur se ajo ka kurorzuar dashurinë me menaxherin e saj, Granit Muhaxherin, në një ceremoni intime larg bujës së kamerave. Martesa e tyre private, megjithse e thjesht në formë, u kthye në një nga ngjarjet më të përfolura të showbizit shqiptar. Por siç ndodh shpesh me figurat publike, pas çdo momenti lumturie fshihet një pyetje e re që ndez rrjetet sociale. Kështu ka ndodhur edhe këtë herë. Në një video të fundit të publikuar në Instastory, Melinda shihet në bord të një avioni, e veshur me finesën dhe stilin që e ka shoqëruar gjithmonë, kombinim mes klasit dhe energjisë urbane. Por vëmendje nuk e mori as veshja, as unaza me diamante që shkëlqente në ndritën e butë të kabinës. Ajo që u vure ishte barku i saj lehtësisht i rumbullakosur, një detaj i vogël që ndezi kurreshtjen dhe fantazinë e fansave. Në video, Melinda shihet duke vendosur dorën pranë unazës së martesës, një gest që në pamje të parë mund të dukej krejt i zakonshëm, por që për sytë e vëmendshëm të ndjekësve u interpretua ndryshe, si një përpjekje për të fshehur një sekret të ëmbël. Komentet nuk vonuan. Mos vallë Melinda është në pritje të ëmbël, pyeteshin fansat në rrjetet sociale, duke shpërndar me shpejtësi pamjet dhe duke lëshuar urime të parakohshme. Megjithatë, si Melinda ashtu edhe Graniti kanë zgjedhur të ruajnë heshtjen. Një heshtje që ndonjëherë flet më shumë se çdo deklaratë. Në një botë ku çdo frymëmarrje publike shndërrohet në lajm, çifti duket se ka zgjedhur të mbajë për vete gëzimet dhe sekretet e zemrës. E nëse zërat që qarkullojnë rezultojnë të vërtetë, atëherë duket se për Melindën do të nisë një kapitull i ri, më i butë, më i qetë dhe padyshim më i ndritshëm se çdo sken koncerti. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.